Shpërthime me tritol, grabitje biznesesh dhe bankash pa autor, drog me tonelata. Për demokratët janë treguar se vendi është në emergjencë kombëtare. Zgjidhjen e shohin tek largimi i qeverisë. Bashkë me shqiptarët, me shoqërinë civile, kërkojmë dhe do të kërkojmë me forcë largimin e shpejtë dhe me çdo kusht të zyrtarëve të lartë që janë në ortakri me krimin e organizuar, por kjo qeveri nuk e lufton dot krimin. Zgjidhja përfundimtare është largimi i saj. Flasim për protesta, por ende nuk kanë një datë konkrete. Ajo për të cilën janë të sigurt është masiviteti, kundra asaj të cilën e cilësojnë si keqeverisje. Në rast se me 22 nëntor ishim shumë, në protestën e ardhshme mbar popullore do të jemi 2 fish e 3 fish më shumë. Zgjedhjet lokale janë afër. Demokratët kanë shpresë se në mos me protesta, sovrani do e largojë me votë këtë mazhorancë. Ne kemi bindjen se përgjigjja e zgjedhësve shqiptar do të jetë një refuzim dhe një mësim për të mbajtur mend qeverisë Rama Meta. Një refuzim dhe një mësim për të mbajtur mend mashtruesve dhe gënjeshtarëve. Tashmë që situata e emergjencës nga përmbytjet ka kaluar, Zoti Basha i kërkoi qeverisë të bëjë publike sipërmarrësit të cilët ofruan ndihmë. Një kryeminist normal nuk e fsheh autorsinë e sipërmarrësve që ofrojnë ndihmë. Kjo ngre dyshime për bonuse që mund të kërkohen nga kryeministri dhe qeveria nga bamirësit anonim. Mbledhja e grupit demokrat nisi ndryshe. Nuk ishin mbledhur të gjithë dhe Lulzim Basha e shfrytëzoi për të përshëndetur me deputetët që ishin në sallë, edhe me ata, të cilët kohët e fundit nuk i ka pasur fort për krah.